Ju enjten këmbët, me këtë recetë do t'i thoni lam të mirë për gjithmonë këtij problemi. Entjet zakonisht shkaktohen kur mblidhet një sasi e tepërt të acidit urik. Ato kërkojnë kohë që të fillojnë të shkaktojnë ndonjë problem, prandaj shfaqen kryesisht të moshuarit. Ka disa mënyra që mund të ndihmojnë në lehtësimin e tyre, por mund të dëmtojnë edhe stomakun tuaj. Nëse ju paraqesim një mënyrë natyrale për të lehtësuar entjen e shkaktuar nga këmbët tuaja, atëherë mund të arrini rezultate të kënaqshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përbërësit që ju duhen për të realizuar këtë recetë janë një ananas, 2 lugë gjedhe shafrani ndije, 3 lugë gjedhe xhenxhefil pluhur, një rrënjë e freskët e pastruar me xhenxhefil, 1 filxhan kafeje me lëng qershie, 1 lugë gjedhe me mjalë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Së pari ju duhet të qëroni ananasin me kujdes prej lëkurës, e prini në copa të vogla dhe shtoni në blender. Shtoni në të lëngun e qershisë, shafranin dhe xhenxhefilin, i përzeni mirë dhe vendosni masën në frigorifer për 10 ditë. Pas kalimit të 10 ditëve, konsumoni çdo ditë këtë përzierje. Nëse doni një aromë të përmirësuar, shtoni edhe mjaltin. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të evituar fryrjen që vjen në këmbët tuaja edhe për shkak të nxehtit. Këmbët e intura nuk janë gjithmonë rezultati lodhjes, ato shpesh janë edhe shenjë trupit se nuk po ushqehet si duhet. Faktori kryesor për këtë janë kyçet e intura dhe inflamacioni, i cili shpesh lidhet drejt për së drejti edhe me shkaqe që vijnë nga jashtë. Duke qenë se zgjidhjet e duhura janë ushqimet, ne mund të zvogëlojmë përgjigjen inflamatore të këmbëve përmes mënyrave natyrale, të cilat në kushte shtëpie mund të japin rezultate fantastike në rigjenerimin e këmbëve tuaja dhe lehtësimin e inflamimit të tyre. Por cilat janë ushqimet, të cilat mund të ndihmojnë në zvogëlimin e entjeve dhe lehtësimin e inflamacioneve të kyçeve? Disa ushqime mund të zvogëlojnë entjet e këmbëve në kyçe dhe gjithashtu mund të japin rezultate fantastike për gjendjen tuaj konkrete. Disa ushqime punojnë në trupin tuaj për të zvogëluar entjet. Ato ndihmojnë për të luftuar inflamacionet përmes rrjedhjes së duhur të gjakut dhe eliminimin e lëngjeve të tepërta nga trupi. Sipas Elkline, këto janë mënyrat më të mira për të përmirësuar shëndetin tuaj. Manaferat. Manaferat si boronica, luleshtrydhe dhe mjedrat përmbajnë vitamina dhe antioksidantë të cilët ndihmojnë trupin të qetësohet nga entja. Peshku i yndyrshëm. Peshqi si salmoni, sardele dhe skumbri përmbajnë yndyrna të shëndetshme të quajtura omega 3. Këto yndyrna ndihmojnë uljen e entjes duke përmirësuar qarkullimin e gjakut në venat tuaja. Kur gjaku rrjedh mirë, kjo ndihmon në parandalimin e grumbullimit të lëngjeve në këmbë dhe në kyçe. Perimet me gjethe jeshile. Perimet si spinaqi, lëmpjeta, lakra jeshile mund të përmbajnë nivele të mira të magnezit dhe të kaliumit. Këto dy lëndë ushqyese ndihmojnë trupin tuaj të heqë qafe lëngje të tepërta. Magnezi ndihmon enët e gjakut që të relaksohen dhe kaliumi ndihmon veshkat të nxjerrin kriprat e tepërta. Më pak krip të tepërt në trupin tuaj do të thotë më pak entje të këmbëve dhe të kyçeve. Ananasi. Ananasi përmban diçka të quajtur bërmolajnë, e cila ndihmon trupin tuaj të zbërthejë përbërësit që shkaktojnë entje. Avokado. Avokadot janë të pasura me kalium. Kaliumi ndihmon trupin të heqë qafe kripën, e cila është një nga shkaqet kryesore të entjes. Gjithashtu ndihmon muskujt dhe nervat tuaja të funksionojnë më mirë. Shalqini. Konsumi i shalqinit do të ndihmojë trupin tuaj të qëndrojë gjithmonë i hidratuar. Kur trupi juaj ka ujë të mjaftueshëm, ai nuk mban lëngjë shtesë. Shalqini përmban gjithashtu kalium, i cili ndihmon në uljen më të madhe të entjes. Karrotat. Karrotat ndihmojnë në mëlçinët tuaj të funksionojë më mirë. Mëlçia juaj ndihmon në kontrollin e sasive të lëngjeve që mbeten në trupin tuaj. Kur funksionon mirë, është më e lehtë të eliminoni lëngjet të tepërta. Karrotat janë gjithashtu të pasur me antioksidantë që ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Arrat dhe farat. Arrat dhe farat të pakripura të tilla si bajamat, farat e lirit dhe farat e kungullit përmbajnë magnez, yndyrna të shëndetshme dhe fibra të cilat ndihmojnë në uljen e entjes, përmirësimin e rrjedhjes së gjakut dhe uljen e inflamacionit. Por gjithashtu ka dhe ushqime të cilat duhet i shmangni nëse vuani nga këmbët e fryra.
Ushqimet e kripura, karbohidratet shumë të përpunuara dhe mishrat e përpunuara duhet të evitohen me do e mos nga dieta juaj. Vetëm në këtë mënyrë do të ndihmoni shëndetin tuaj të këmbëve të jetë më i freskët dhe gjithashtu të mos krijojë komplikacione në përditshmërinë tuaj. Endja e këmbëve është një problem i cili duhet të trajtohet dhe të menaxhohet në mënyrë të rregullt. Nëse sindroma e këmbëve të fryra nuk është specifike për verën, ky çrregullim bëhet edhe më i shpeshtë kur keni temperaturë dhe ndërlikon jetën atyre që vuajnë prej tij. Nëse shumicën e rasteve, endja e këmbëve dhe e kyçeve pra edema periferike është rezultati i grumbullimit të lëngjeve. Kjo fryrje është jo vetëm një ndjesi e pakëndshme, por mund të jetë edhe problem i dukshëm, i pakëndshëm nga pikpamja estetike, por mbi të gjitha i dhimbshëm, dhe gjithashtu me kufizime në jetën e përditshme. Në fakt, faktorët mund të jenë ngrënia e ushqimeve të kripura, kalimi shumë kohë ulur, veshja e këpucëve me taka të larta dhe veshje të ngushta si dhe të qenin mbi peshë. Këmbët e fryra janë pasojë e lëngjeve të tepërta që vijnë nga gjaku dhe në enët limfatike. Prandaj grumbullimi i ujit në inde e bën lëkurën të tendosur në prekje, por endja e këmbëve është veçanërisht e theksuar në mbrëmje. Simptomat janë në këmbët e rënda, vështirësi në veshje të këpucëve dhe dhimbje të kyçeve. Por më tepër edema mund të shfaqet në mënyra të ndryshme. Çrregullime të tjera që shpesh shoqërojnë edemën janë kruajtje, ndjenjë rëndesës, tensionim, mpirje, ngërçe të muskujve si dhe dhimbje të forta që mund të përjetoni edhe në një periudhë të madhe gjatë natës. Këmbët e intura zakonisht tregojnë për një ngritje të lëngjeve tuaja në inde, kështu që këmbët fryhen. Kjo ndjenjë njihet si edema. Endja vështirëson ecjen edhe qëndrimin në këmbë. Ju do të ndjeni më shumë dhimbje në këmbë dhe ato do të jenë më të këqija. Një mënyrë për të lehtësuar këtë keqinformim është edhe masazhimi. Një nga shërbimet më të mira për këmbët është masazhimi i tyre. Kjo do të ndihmojë në maksimum në relaksimin e muskujve dhe qarkullimin më të mirë të gjakut. Gjithashtu ndihmon në nxjerrjen e lëngjeve shtesë nga trupi, meqense në këtë rast injorohet edhe entja. Përdorimi i kripës Epsom. Kripa Epsom mund të largojë entjen shumë më shpejt dhe me të ndjeni edhe qetësime, por edhe dhimbjen ta lehtësoni. Kjo krip ka një sasi të mjaftueshme të magnezit dhe të sulfatit që mundësojnë në një rritje të qarkullimit të gjakut në trup. Gjithashtu është e mirë për çlodhjen tuaj të muskujve. Përdorni xhenxhefil. Meqense xhenxhefili është një diuretik natyror i cili sjell edhe rregullon sasinë e ujit në trup, ndihmon në trajtimin e këmbëve të fryra, kjo ndodh sepse zvogëlon natriumin në trup i cili është shkaku kryesor i entjeve. Magnezi. Nëse trupi juaj ka mungesë të magnezit, kjo mund të shkaktojë endje të këmbëve për shkak të edemës. Sigurohuni të hani ushqime të mbushur me magnez për të larguar problemet që keni me endjen e këmbëve. Ja edhe disa këshilla të tjera për të lehtësuar këmbët e fryra në kushte shtëpie. Ngrini këmbët në mënyrë që ato të jenë më lart se niveli i zemrës suaj. Kufizoni sasinë e kripës dhe të kafeinës. Hani fruta dhe perime të freskëta në vend të ushqimeve të konservuara, të cilat kanë shtim të kripës për ruajtje. Pini shumë ujë për të mbajtur trupin të hidratuar dhe të pasuruar nga bakteriet të këqija. Shmangni qëndrimin e gjatë ulur për orë të tëra, pasi mund të krijojë gjithashtu edhe probleme të ndryshme të shëndetit tuaj të këmbëve dhe të krijojë vështirësi gjatë ditës. Nëse jeni duke përjetuar entje të këmbëve, të kyçeve të këmbëve vazhdimisht edhe kur ushtroni presionat të vënd, lë një grop në lëkurë, mund të jetë shkak për zhvillimin e lëngjeve të mëdha në inde. Kjo tregon drejt çrregullimeve të veshkave dhe zhvillimit ose ekzistimit të personit me probleme të tilla. Profesor Vishvej Said, shefi i departamentit të neurologjisë në Universitetin Mjekësor King George, tha: rreth 30% e personave me veshka i drejtohen mjekëve shumë më vonë dhe aq shumë sa alternativa më e mirë në dispozicion për ta është dializa ose shkojnë për një transplant të menjëhershëm të veshkave. Pavarësisht kësaj, ne mund të zbulojmë sëmundjet e veshkave me 2 teste të thjeshta. Profesori i nefrologjisë, Mediv Gutam, thotë se shpesh personat me presion të lartë dhe diabetikët kanë probleme me veshkat pasi presioni i lartë i gjakut mund të ngushtojë enët e gjakut, gjë që përfundimisht i dëmton dhe i dobëson ato. Përveç kësaj, veshkat duhet të punojnë shumë për personat diabetik për të filtruar sheqerin shtesë nga gjaku i tyre. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.